happy day. Oh, happy day. Mirëmëngjesi, mirë se vini në Happy Day. Programi i mëngjesit fillon tani në Klan Maqedoni dhe unë ju uroj një javë të mbarë të punës, pasi sot është e hënë, 17 tetor dhe ka filluar përgjithësia për gjithë neve pas fundjavës. Besoj që keni pushuar, keni mbledhur energjinë dhe të filloni një javë të mirë, kualitative të punës dhe do ndjeni edhe më mirë pasi koha ka vazhduar, pra moti ka vazhduar të jetë me diell dhe do të zgjaset edhe këtë javë, kështu që lajmi i parë është lajmi i mirë. Do të kemi kohë me diell edhe gjatë kësaj jave. Pasi besoj kriza energjetike na ka shqetësuar të gjithëve dhe ndoshta për shembull unë nuk kam ndezur ende ngrohjen, nxemjen për ta trajnuar veten që të mund të duroj të ftohtin. Do kemi edhe këtë javë një javë të mirë me temperatura deri 20 gradë Celsius, kështu që kënaquni, por nga java tjetër paralajmërohet një ulje e temperaturave dhe kushte për shi. Mos mendojmë për atë javë, të mendojmë për këtë një herë dhe të kënaqemi, pra siç thash javë të mbarë gjithëve, javë të mbarë dhe neve këtu në Klan Maqedoni, me emisionin e mëngjesit të dëgjohemi përsëri deri në ora 10 jemi këtu bashkë me ju për t'ju dhënë informacionet më të reja, për të dëgjoni tema nga më të ndryshmet, mysafir nga më të ndryshmit e kështu me radhë. Sot siç dini është sporti, apo jo, të hënat ja dedikojmë sportit ne këtu në Happy Day dhe marrim gazetarën e sportit, legjendën tonë të sportit Shaban Sinani, i cili vjen në studio dhe kësaj radhe ka përgatitur edhe dy materiale, pra bashkë me Shabanin do të vinë dhe dy materiale të cilat janë nga sporti, por do t'japim sigurisht pas të rejave nga sporti vendor dhe ndërkombëtar që do të na tregoj Shaban Sinani, ndoshta ata që ndjekin sportin e dinë që kur bëhet fjalë për sportin vendas flas, dje ka përfunduar java 11 e ligës së parë të futbollit vendas dhe janë shënuar disa ndryshime në fakt në tabel, jo me pikë, Struga Trimlumë është ende në vendin e parë, por sa e pash lajmin dje ka psuar humbjen e parë nga Shkupi dhe kështu pra ka marrë një pikë më pak, por siç e dim javë pas jave Struga Trimlumë është ekipi i futbollit i cili na surprizoi kësaj radhe në kampionatin vendor në futboll dhe kryeson listën pra me më shumë se 10 pikë dallim nga vendi 2, 3 dhe kështu me radhë, por pra kësaj radhe ka pësuar një disfat nga Shkupi. Gjatë lojave të javës së 11 janë shënuar 16 gola dhe do të marrim vesh se kush i ka shënuar dhe si ka ndryshuar radhitja ose pikët që i kanë grumbulluar pra ekipet e futbollit në ligën e parë vendase. Do ta marrim sigurisht Shabanin më vonë për ta treguar detajisht edhe për ligën e 2, të 3 e kështu me radhë, por dhe për zhvillime të tjera, se nuk do të flasim vetëm për futboll, kanë filluar dhe gara të tjera sportive, volejboll, nuk e di çfarë më përmendi Shabani, ka shumë aktivitete sportive dhe ka ndodhur edhe një gjë shumë e bukur gjatë javës së kaluar. Shaban Tërstena, ju e dini kush është Shaban Tërstena, është një legjendë e sportit për ne shqiptarët, është shqiptar i cili në 19 vite, moshën e tij 19 vjeçare, ka fituar medaljen e artë olimpike dhe në mundje, pra dhe ka mbetur si një aset shqiptar apo jo, dhe sigurisht nderimet e Shaban Tërstenës vazhdojnë, por vazhdojnë dhe nderimet nga Shaban Tërstena. Ai çdo vit, si vjet për të 6-ën radhë, për të 6-ën herë radhazi, organizon një eveniment që quhet Oskari i Art Olimpik dhe në këtë eveniment sigurisht që takohen sportistë, takohen gazetarë të sportit, të cilët kanë bërë shumë për vendin dhe kanë bërë shumë dhe për Shaban Tërstenën dhe ai zgjedh çdo vit nga 5 personazhe të cilëve ju jep nga një Oscar, pra nga një çmim dhe kësaj radhe mes 5 të nderuarve është dhe Shaban Sinani, gazetari i Unisportit, për përkushtimin e tij
gazetaresk sa i përket storjes së Shaban Tërstenës. Ju e dini se her pas here Shaban Tërstena ka qenë dhe pjesë e emisioneve tona për të na treguar historinë e bukur që por dhe sfiduese që ai ka kaluar gjatë rinisë kur dhe ka luajtur në lojrat olimpike, kështu që besoj se do të jetë i bukur ky material ku do të dëgjojmë deklarata, qëndrime edhe nga Shaban Tërstena dhe nga Shaban Sinani, por dhe nga fitues të tjerë të si vjetshëm të Oskarit të art olimpik i ndar nga Shaban Tërstena. Sigurisht do të shohim dhe atmosferën e bukur që u krijua në Aleksandër Pallas, ku ishte edhe ky eveniment. Ishte shumë bukur pasi sigurisht Shaban Tërstena kishte mbledhur aty familjen e tij, sa i përket profesionit, të gjithë ishin sportistë të arritur, ish sportist sigurisht, gazetar, ish gazetare kështu me radhë, të cilët kanë bërë shumë për Shaban Tërstenën bukur. Do t'ja urojmë edhe një herë drejt për së drejti këtu Shaban Sinanit, gazetarit ton, çmimin e ardhur, ta pyesim cili ka qenë përkushtimi i tij në fakt sa i përket temës së Shaban Tërstenës, sa artikuj ka shkruar ai për Shaban Tërstenën, ku e kanë ndjekur në për ngjarje të ndryshme kështu me radhë. Besoj nuk do t'i kujtohen të gjitha pasi janë shumë, por më të rëndësishme do t'i sjell këtu në Happy Day pas pak, dhe kemi edhe një tjetër intervistë shumë e bukur. Është luanesha shqiptare e cila ka fituar titullin nën kampion në kickbox kategoria 52 kg K1. Luanesha shqiptare ka emrin Luana Shabani, është 16 vjeçare nga Manastiri që jeton në Australi dhe si vjet në garat e fundit në Itali ka fituar vendin e dytë, pra është nën kampione në kickbox në kategorinë e saj. Vajza është e jashtëzakonshme, unë jam jashtëzakonisht krenare pasi sigurisht më shton emocionin edhe fakti që ajo është nga Manastiri, ja njoh nënën, ja njoh familjen e kështu me radhë dhe me të vërtet është një arritje e jashtëzakonshme e Luana Shabanit për atë çfarë ka bërë deri në 16 vjet, kur ajo ka filluar të trajnojë, pra të praktikojë kickboxin në moshën e saj 5 vjeçare. Kemi ca video dhe ca foto shumë të lezetshme nga Luana Shabani. Është 5 vjeçare, është një fëmijë i vockël, i veshur me ato veshjet sportive dhe me ato dorashkat e boksit dhe me atë egërsiren që sigurisht çdo boksier ose çdo kickboksier duhet ta ketë, dhe do ta shihni se si lufton Luana Shabani, ku ka marrë shumë çmime, 10-100 çmime deri tani, por çmimi më i madh sigurisht është ajo që ka arritur së fundmi kur ka dalë, siç thash, nën kampione në kickbox K1 në kategorinë 52 kg në botë. Mos harrojmë, në botë luanesha shqiptare në kickbox është nën kampione në botë. Ajo flet anglisht, por kemi përkthyer sigurisht intervistën për të qenë sa më e qartë, dhe ju premtoj që do të ndjeni secili nga ju që do ta shihni Luana Shabanin krenar me të, sepse ajo prezanton të vetën. Ajo kështu thot për shqiptarët, dhe prapa kamerave dëgjova kur i tha nënës së saj, mami më sill më shpesh në Maqedoni, më sill më shpesh në vendlindje, se u emocionua se sa mirë sigurisht e pritëm ne këtu dhe sa shumë shqiptarët krenohen me të. Dhe Luana deshte të vi më shpesh këtu mes njerëzve të vet, dhe kur e pyeti Shabani nëse të kishte bërë ftesë Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria për të përfaqësuar këto dy shtete për cilën do kishte luftuar, pasi ajo është nga Maqedonia e Veriut, nga Manastiri, ajo tha sigurisht do të luftoja për shqiptarët, për Shqipërinë. Dhe pse? Pasi unë prezantoj timen. Është e jashtëzakonshme, intervista është shumë e lezetshme dhe ajo tregon sigurisht personalitetin e saj, përveç sportit, tregon dhe shkollën e saj, kështu me radhë. Ju sugjeroj që ta ndiqni në pjesën tjetër të programit, kur do ta kemi edhe Shabanin këtu në studio. Mirë, këto janë temat që do të trajtojmë sot, ja dedikojmë sportit, suksesit të Luanës dhe evenimentit të Shaban Tërstenës, dhe sigurisht më të rehat nga sporti vijnë nga Shaban Sinani në pjesën e dytë të programit. Kurse tani, për të hapur ditën mbar, do fillojmë me informacionet e mëngjesit. Siç ju thash, lajmi i mirë ishte ajo që edhe këtë javë do kemi mot të kthjellët, mot me diell dhe pa kushte për shi, do të jetë bukur. Ne në mëngjes duke udhëtuar për të ardhur në punë, pa mjegull, dhe ishte një mëngjes shumë interesant, një mot shumë interesant, diell me mjegull.
por sa vinjëm afroheshim nga shkupi, mjegulla zhdukishte dhe fenomeni natyror u zhduk për 2-3 minuta, por ne kishim fatin për ta parë, ishte shumë interesant si përjetim. Sigurisht është mjegull e mëngjesit, vese mëngjesit. Për momentin në Shkup temperatura shënon 8 gradë Celsius. Sigurisht që keni nxjerrur tani më xhaketat, ndoshta duhet nxjerrni edhe ato më të trashët sepse mëngjeset janë të ftohta, temperatura minimale sot është shënuar në orët e hershme të mëngjesit 7 gradë Celsius, nuk ka qenë më ftohtë se tani, 1 gradë më ftohtë, dhe temperatura maksimale sot do të shënojë 21 gradë Celsius, që do të shënohet në orët e pasdites. Në orën 15 kemi temperaturat maksimale, pra deri në 21 gradë Celsius, dhe siç thash nuk kemi kushte për shi, është vetëm me diell deri të dielën e ardhshme. Pra 7 ditë të radhës kemi temperatura të mira, stabile deri 22 gradë Celsius, ngrohtë dhe vetëm me diell. Nga e hëna do shohim. Nuk mendojmë për javën e ardhshme. Kjo është moti për sot, kënaquni në motin e kthjellët dhe të bukur në këtë mes tetor, sepse besoj që na ka privilegjuar apo jo moti në vjesht, në fillimin e vjeshtës. Dhe tani do të vazhdojmë me informacionet të tjera, siç dini, nëse e keni ndjekur mëngjesin, mëngjesi fillon me motin dhe pastaj vazhdon sigurisht me kalendarin historik. Do mësojmë pak nga pak çdo ditë dhe historinë për ngjarjet më të rëndësishme që janë shënuar në ditën e sotme në vite të ndryshme. E për sot, për 17 tetorin, kalendari im historik fillon me vitin 1937, kur vdes në moshën 74 vjeçare në Crosby të Anglisë, oligarku i pasur dhe pronari i kompanisë të famshme White Star Line, Joseph Bruce Ismay. Ismay së bashku me babain e tij do ta themelonin dhe drejtonin këtë kompani gjigante udhëtimesh për vite me radhë. Do të ishte pikërisht Joseph Ismay ai që do të finansonte ndërtimin e transoqeanikut më të madh të gjitha kohërave, RMS Titanic. Gjithashtu, Bruce Ismay do të ishte dëshmitar i mbytyjes së anijes së tij në prill të vitit 1912 për Titanicu në Oqeanin Atlantik, ku vet ai së bashku me 705 pasagjerë të tjerë do të arrinin të shpëtonin nëpërmjet barkëve. E në vitin 1943 më 17 tetor në Azinë Juglindore do të përfundonte ndërtimi i hekurudhës së Burmas. Kjo hekurudhë do ndërtohej nga trupat pushtuese japoneze, të cilat shfrytzuan rreth 250.000 civil vendas dhe 60.000 robër anglo-amerikan. Nga kushtet e të këqija të punës, 90.000 civil dhe më shumë se 12.000 anglo-amerikan do të mbeteshin të vdekur. Kjo hekurudhë është e gjatë 415 kilometra dhe lidh nëpërmjet tyre shtetet e Burmas dhe Tajlandës. Ai u shfrytëzua nga trupat aleate të cilat e çliruan këtë rajon në korrik të 1945-s. Po në atë vit, në vitin 1945 në ditën e sotme, në Buenos Aires të Argentinës, me mira protestues do të përkrahnin lirimin e Juan Peronit nga burgu i ishullit Martin Garcia. Kjo do të njihet edhe si dita e themelimit zyrtar të peronizmit. Juan Peron do të burgose nga junta ushtarake argentinase e kryesuar nga generali Arturo Rason. Lëvizja peroniste do të ishte një nga organizatat politike më të mëdha dhe më kryesore në historinë e këtij vendi. Edhe në ditët e sotme, partitë kryesore të Argentinës në programet e tyre do të kenë idenë e kësaj lëvizjeje. Pra një ndikim shumë i fortë. Okej, vazhdojmë me ngjarje tjetër. 1961 në ditën e sotme në Paris do të ndodhte një nga masakrat më të mëdha që pas luftës së dytë botërore. Rreth 250 deri 300 protestues algjerian do të qelloheshin me armë zjarri nga policia franceze. Mbi 500 të tjerë do të plagoseshin. Kjo masakër u urdhërua nga Maurice Papon, që ishte njëkohësisht dhe shefi i policisë së Parisit asë kohë. Papon, një përkrahës i De Gauleit, do të akuzohej për deportimin e mijëra hebrejve gjatë periudhës së luftës. Ai do të orkestronte arrestimin dhe burgosjen e mijëra luftëtarëve algjerian gjatë periudhës së luftës për pavarësi. Më 17 tetor në vitin 1966,
në rrugën e 23 të New Yorkut do të shpërthente një zjarr I fuqishëm. Ky zjarr do të shkaktohej nga përzierje kimike ngjyrosje në një studio punimesh të drurit. Si pasojë gjithë ndërtesa do të digjej dhe 12 zjarfikës do të vdisnin nga pasojat e flakëve. Disa prej tyre do të mbeteshin të asfiksuar, ndërsa pjesa tjetër do të vdisnin nga plagët e marra. Kjo tragjedi, pas atyre të 11 shtatorit, do të jetë një nga më të rëndat në historinë e këtij qyteti. Në vitin 1972, më 17 tetor, lind në Missouri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, këngëtari dhe repisti I famshëm amerikan Marshall Bruce Mathers. Kush është ky, e dini? Eminemi pra. Eminem gjatë karrierës së tij 25 vjeçare do të prodhonte 10 albume, ku më të njohurat janë The Eminem Show, Recovery, Revival dhe Kamikaze. Eminem do të kishte shumë duete dhe bashkëpunime me këngëtarë të tjerë të famshëm amerikan dhe botror. Ai do të nominohej me 362 çmime muzikore dhe do të fitonte 156 prej tyre. Urime ditëlindjen. Eminem që ka lindur në vitin 72. Sa vite ka? 40 ka tani, ë? 50. Ka jam duke fol. Po. 72-shin ka lindur dhe jemi 2022. Pas ka bërë 50 vite Eminem. Mirë, duhet të kemi parasysh gjenerata që kemi dëgjuar Eminemin, janë tani 30 e sipër, kështu që dhe ai është 50. Në vitin 1979, Nën Tereza në ditën e sotme fiton çmimin Nobel. Nën Tereza themeloi misionarët e bamirësisë, një kongregacion fetar katolik I cili në vitin 2012 kishte më shumë se 4500 motra dhe ishte aktiv në 133 shtete. Ato ofrojnë shtëpi për njerëzit që janë duke vdekur nga AIDS, nga SIDA pra, lebëra dhe tuberkulozi. Ato ofrojnë ushqime, klinika të lëvizshme, programe këshilluese për fëmijët dhe familjet, jetimore dhe shkolla. Antarët duhet I përmbahen betimit të lirësisë, varfërisë dhe bindjes, si dhe një kusht të katërt për të dhënë shërbime falas me gjithë zemër për më të varfrit e të varfërve. Nën Tereza është nderuar me çmimet dhe ndërimet më të larta, duke përfshirë në vitin 1962 çmimin e paqes Ramon Magsaysay dhe 1979 çmimin Nobel për paqe. Tereza më 19 tetor 2003 ajo u lumturua dhe u quaj Tereza e Bekuar e Kalkutës. Për t'u kanonizuar në shenjtore, asaj duhet t'i njihej një mrekulli e dytë në bazë të rregullave të Kishës Katolike. Një mrekulli e dytë ishte njohur nga Papa Francesku në dhjetor të vitit 2015, duke I hapur rrugën që ajo të shpallet e shenjtë nga Kisha Katolike e Romës. Kanonizimi I saj është bërë më 4 shtator të 2016-s, një ditë para 19 vjetorit të vdekjes së saj, 5 shtator, ku njihet edhe si dita e saj e festës. Tereza tha: "Me anë të gjakut, unë jam shqiptare, nga nënshtetësia një indiane. Me anë të besimit, unë jam një murgesh katolike, e sa I përket thirrjes sime, unë I përkas botës. Sa I përket zemrës sime, unë I përkas plotësisht zemrës së Jezusit." Ajo fliste rrjedhimisht, rrjedhshëm 5 gjuhë, bangalisht, shqip, serbisht, anglisht dhe hindi. Ajo bëri udhëtime të rastit jashtë Indisë për arsye humanitare. Ja dhe një ngjarje shumë e rëndësishme që ka ndodhur në vitin 79, kur në ditën e sotme Nën Tereza ka fituar çmimin Nobel për paqe. Do vazhdojmë tani me ngjarjen tjetër për kalendarin historik. Shënohet në vitin 1989, në Loma Prieta të San Francisco do të binte një tërmet me magnitudë 6.9 ball I shkallës Richter. 63 persona do të humbin jetën dhe 4.000 të tjerë do të plagoseshin. Të pastërejët do të llogariteshin mbi 25.000. Dëmet materiale të shkaktuara nga ky tërmet përllogariteshin në $6 miliardë. Ky do të ishte një nga tërmetet më të fuqishme në zonën amerikane të paqësorit, e njohur ndryshe si pllaka tektonike e Los Angeles.
Dhe ngjarja e fundit në ditën e sotme shënohet në vitin 2003. Në kryeqytetin e Tajvanit, Taipei, do të inaugurohet një prej ndërtesave më të larta në botë. Grattacieli, i quajtur ndryshe Taipei 101, do të jetë 510 metra i lartë dhe do të përbohej nga 101 kate. Ai do të kushtonte afro $60 miliardë dhe do të ishte një investim kolosal i qeverisë tajvaneze. Kjo strukturë e lartë arkitekturore do të shërbente si qendër tregtare dhe një nga objektet më të famshme të argëtimit në këtë vend. Taipei 101 do të jetë simbol i zhvillimit ekonomik të Tajvanit. Dhe këtu e shoh në fotografi, dallon për lartësi nga ndërtesa të tjera, pothuajse 3 fish me lartësinë e saj, pra 510 metra, ndërtesa më e lartë e Tajvanit me 101 kate. Do të mbarojnë dhe ngjarjet historike në për ditën e sotme nga kalendari historik dhe do të vazhdojmë me disponimin e yjeve për sot. Horoskopi ditor për këtë të hënë 17 tetor 2022. Thotë kështu për dashin. Gjërat në dashuri duket të jenë në një periudhë pauze, por mos u mërzisni, rikuperimi vjen gjatë ditëve të ardhshme të kësaj jave që po nis. Në punë duhet të bëni mirë llogarit sepse keni shpenzime më të larta se sa të ardhurat. Demi, në marrëdhënie të paqarta është e nevojshme të flisni sinqerisht dhe çdo gjë e ka një kohë. Ndaj, çdo dyshim duhet të zgjidhet deri më datën 23 tetor. Demi, kujdes, binjakët. Ditë interesante për ndjenjat, do të ishte e përshtatshme të filloni të shoqëroheni me njerëz të këndshëm nëse zemra juaj ka disa kohë që ndjehet vetëm. Gaforja për sot, për ju gaforë është një situatë astrologjike ende konfuze, por pjesa e fundit e tetorit do të jetë shumë më e mirë. Dita e hënë ju mundson të përfshini një takim në ditën tuaj, ndoshta edhe të bëni një zgjedhje të rëndësishme në punë. Luani, nëse zemra juaj është vetëm, duhet të shikoni përreth, por nëse jeni në çift dhe ka një tradhti, në fund të muajit do të duhet të bëni një zgjedhje të rëndësishme. Kalojmë te Virgjëresha. Hëna do të jetë në shenjën tuaj për këtë ditë dhe kjo situatë horoskopi është ndjenjë fati sidomos në dashuri. Kjo e hënë është një ditë shumë e mirë në punë, veçanërisht për zgjidhjen e një problemi, për Virgjëreshën. Bukur. Kalojmë te Peshorja. Tani në dashuri keni nevojë për më shumë vëmendje ndaj njëri tjetrit, ndërkohë mund të ndjeni të plotësuar deri diku të jashtëzakonshëm. Në punë, kjo e hënë është një ditë në cilën është më mirë të fitoni kohë. Akrepi për sot, situata është interesante dhe kjo ditë e hënë ju lejon të përjetoni ndjesi të veçanta edhe në dashuri, e nga ana tjetër, jo gjithçka ju shkon për shtat në punë, veçanërisht në nivelin ekonomik. Akrepit duhet të ngrihet rroga. Kalojmë te Shigjetari. Historitë e dashurisë që lindin tani do të bëhen më të forta në nëntor. Mundohuni të jeni të kujdesshëm në punë për të mos krijuar mosmarrveshje. Briciapi për sot, hëna është ende përballë këtë të hënë. Takimet të mbeten emocionuese dhe tërheqëse. Rinisja e projekteve, lajmet, transfertat, ndryshimet e zyrës priten të ndodhin së fundmi, duket se janë të pashmangshme për Briciapin. Ujori, hëna do të jetë në dizavantazh me shenjën tuaj të martën, pra nesër, ndaj nëse ka probleme, është më mirë ti diskutoni tani këtë javë. Në punë është edhe kjo e hënë një ditë e tensionuar. Ujori sipas ka mirë punët sot. Dhe Peshqit, kjo e hënë është shumë interesante, mund të shihni që dëshironi të jetoni një histori dashurie ose të konfirmoni një lidhje që tashmë është duke u zhvilluar. Aktiviteti është sigurisht i favorizuar në këtë kohë, edhe në punë për Peshqit. Ky ishte horoskopi ditor për shenjat e horoskopit, pra për këtë 17 tetor. Besoj që ju qellova ndonjë emocion. Mirë, dhe sot është një ditë shumë e rëndësishme ndërkombëtare. 17 tetori shënohet si dita ndërkombëtare e varfërisë ose kundër varfërisë, pra për të sensibilizuar sigurisht çdo herë opinionin dhe të bëjmë diçka për këtë çështje. Dhe ja detajet me rezolutën 47-196 të miratuar më 22 dhjetor
të 1992-shit, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, 17 tetorin, e shpalli si ditën ndërkombëtare për zhdukjen e varfërisë dhe fitoi të gjitha shtetet që t'ia kushtojnë këtë ditë prezantimit dhe promovimit adekuat të varfërisë në vendin e tyre, në kuadër të aktiviteteve konkrete për çrrënjosjen e varfërisë dhe të pastrehëve. Joni thot që është dita jonë. Jo, se mirë jemi, do themi faleminderit. Dita ndërkombëtare për zhdukjen e varfërisë mbahet çdo vit më 17 tetor për të siguruar mundësi për ta pranuar angazhimin për luftën e njerëzve që jetojnë në varfëri, mundësi për të dëgjuar problemet e tyre, moment për të pranuar se njerëzit e varfër janë të parët që luftojnë dhe që luftojnë me dhe kundër varfërisë. Tema për këtë vit është ndërtojmë së bashku përpara çrrënjosjen e varfërisë së vazhdueshme, respektimi të gjithë njerëzve dhe respektimi planetit ton. Këta të varfër të rinj do ju bashkangjiten 1.3 miliard njerëzve që jetojnë në kushte shumë dimensionale dhe varfëri të vazhdueshme. Ndikimi i COVID-19 sigurisht është më i rënd tek njerëzit të cilët për breza të tërë nuk kanë pasur qasje të barabartë në mundësitë dhe shërbimet publike në kujdes shëndetësor, cilësor dhe mbrojtje të fortë sociale. Për më tepër, masat e imponuara për kufizimin e përhapjes së pandemisë shpesh e shtyhen më tej varfërinë ekonomike jo formale, e cila u ndihmon shumë njerëzve në varfëri që të mbijetojnë. Në maj të këtij viti, Banka Botërore njoftoi se në Republikën e Maqedonisë së Veriut mbi 55.000 njerëz mund të bien në varfëri. Sipas parashikimeve të tyre, numri i punonjësve të varfër do të rritet nga 2 deri në 3 herë. Varfëria do të kthehet në nivelet e para vitit 2017 dhe madje edhe atyre para vitit 2015. Simulimet parashikojnë që shkalla e varfërisë të shënojë një rritje për 17% në vitin 2019, prej rreth 20 deri 13% në vitin 2020 dhe se nga 55.000 deri në 130.000 banorë të Maqedonisë së Veriut, varësisht nëse kriza zgjat 1 ose 2 kuartale, do të bien në varfëri deri vitin 2022, thuhet në raportin e Bankës Botërore. Dhe tani me gjitha këto risi të tjera të krizave, ndoshta dhe ky raport do të ishte edhe më negativ, pra përqindja e varfërisë do të rritej ende më shumë. Nga vendet e Ballkanit Perëndimor, Maqedonia dhe Shqipëria janë në gjendje më të keqe. Rritja më e madhe vjetore e numrit të papunëve këtë vit u regjistrua në Shqipëri me 25% dhe në Maqedoni me 11%. Përderisa bota ngadalë po fillon të mëkëmbet pra nga pandemia dhe kthehet në rrugën e dur duke përmbushur qëllimet për zhvillim të qëndrueshëm, shumë njerëz po flasin për një kthim pas. Për mesazhi i konsulentëve botëror nga forumi ekzistues për varfërinë ekstreme, një rrjet global i njerëzve dhe organizatave që punojnë për të zvogluar varfërinë, e që zbatohet nga Komiteti Ndërkombëtar për 17 tetorin, bëri të qartë se njerëzit që jetojnë në varfëri ekstreme nuk duan të kthehen në të kaluarën as në gjendjen si kanë qenë më parë. Ata nuk duan të kthehen që të kthehen mangësitë dhe pabarazit endemike strukturore. Në vend të kësaj, njerëzit që jetojnë në varfëri propozojnë përparim sigurisht. Ndërtimi përpara nënkupton transformimin e marrëdhënieve me natyrën, heqjen e strukturave diskriminuese që ndikojnë në varfërimin e njerëzve dhe ndërtimin në korniza morale dhe ligjore të drejtave të njerëzit që dinjitetin njerëzore vendosin në zemër të politikave dhe veprimeve. Ndërtimi përpara do të thotë që njerëzit që jetojnë në varfëri inkurajohen dhe mbështeten në mënyrë aktive për të qenë në pareroj, duke u përfshirë në pjesëmarrje të informuar dhe kuptim plot në proceset vendimmarrëse që ndikojnë drejt për drejt në jetën e tyre. Për të përparuar, ne duhet të lejojmë që të pasurohemi me një pasuri mençurie, si dhe energji pozitive dhe shkathësi me gjithçka që posedojnë njerëzit që jetojnë në varfëri dhe që mund të kontribuojnë për komunitetet tona, shoqërinë tonë. Pra ishte mesazhi për 17 tetorin, ditën ndërkombëtare për çrrënjosjen e varfërisë dhe besoj që të gjithë do kemi sigurisht ndjenjën, emocionin për të
bashkëpunuar në aktivitete të ndryshme humanitare, të cilat ndoshta edhe do të ndihmojnë sa do pak që të çrrënjosin varfërinë, e cila si vjet pritet që të shkojë në numra marramense, pra siç tham, sipas Bankës Botërore, deri si vjet mund të arrijë deri 130.000 njerëz të jetojnë në varfëri të skajshme. Tani ne bëjmë shaka që jemi të varfër të gjithë, por varfëria skajshme është një tjetër gjë dhe kushtet e përditshme pra të këtyre njerëzve janë shumë të vështira. Kështu që duhet bërë më shumë bota për të çrrënjosur varfërinë dhe sot është dita e shënuar nga OKB-ja për të sensibilizuar opinionin dhe për të zgjuar botën, sepse gjithçka është e lidhur me natyrën apo jo dhe si ne i harxojmë resurset që i kemi dhe ku i dedikojmë ato. Duhet dedikuar me mençuri për të çrrënjosur varfërinë, e cila është një përqindje e madhe. Pra në botë kishte 1.3 miliard njerëz dhe ky raport ishte për vitin 2020. Deri tani me gjithë këto kriza mund të ketë shkuar numri deri në 2 miliard njerëz, që është një përqindje shumë e madhe, apo jo, një 20-30% që popullatës botërore jetojnë në varfëri të skajshme. Ne ndonjëherë harrojmë, po duhet mos harrojmë. Mirë, këto ishin informacionet e mëngjesit, besoj që u zgjuat deri tani, pit kafen, u kënaqet me informacionet e para të mëngjesit dhe përpara se të kalojmë sigurisht te lajmet, detajo se çfarë ka ndodhur këtë mëngjes i së hënës, do të ushtrojmë bashkë me Nitën dhe Majlindën. Pa këtë edhe njërë lojnë si ishin ushtrimet e shpinës. Ushtrimet e shpinës janë sot në plan nga Nita dhe Majlinda. Ushtroni bashkë me dy vajzushkat për të pasur shëndet dhe fizik sa më të mirë. Ndjekim ushtrimet e mëngjesit me Nitën dhe Majlindën. Oh, happy day. Hej, përshëndetje edhe për këtë ditë, shpresoj që jeni zgjulet, jeni mirë dhe kjo ditë ju ka gjetë shëndoshë mirë. Me siguri më jeni njoftu me mua dhe me Majlindën, jemi 3 herë në javë të bëjmë ushtrime për ata që s'kan mundësi të shkojnë në fitness dhe ne për fillestar sigurisht bëjmë ushtrime të lehta. Dhe këtë epizod unë dhe Majlinda kemi vendos të bëjmë ushtrime të shpinës, pra pjesa e poshtme e shpinës. Majlinda, që kemi? Përshëndetje miq, përshëndetje Nita. Si je? Mirë, faleminderit si je, a je mirë? Mirë, edhe unë jam plot energji dhe shpresoj që këto ushtrime që i ke zgjedhur ti, që do t'i bëjmë, do të mund edhe gjithë shikuesit t'i bëjnë bashkë me ne dhe sigurisht të kalojnë mirë. Unë këto ushtrime do dedikoj grave të moshës së mesme, të cilët s'kan mundësi të shkojnë në palestër, ndërsa dhimbjet e shpinës i kanë të shpeshta. Mund të na bashkangjiten dhe t'i lehtësojmë sado pak ato dhimbje. Sigurisht, ana të dëgjuat. Tash është koha që të bëjmë ushtrime për shpinën, pra për pjesën e poshtme të shpinës. Si për fillim, pozicioni fillestar do të jetë ky. Si pozita e sfingës. Në këtë pozicion, shikimin e kemi të drejtë, marrim frymë thellë edhe shprasë. 8 frymare të thella mjaftojnë, merr frymë thellë edhe shprasë. Ndoni që frymarja të jetë diku te 5 sekonda, 5 sekonda merr frymë thellë edhe shprasë 5 sekonda. 5, 4, 3, 2, 1. Pra, merr frymë thellë, 1, 2, 3, 4, 5 edhe shprasë 5 sekonda. Mund të shkojmë edhe për një frymarje. Edhe shprasë. 5, 4, 3, 2, 1. Më pas, vazhdojmë duart i zgjasin para dhe i tërheqim drejtim gjoksit. Këtu me frymë thellë edhe shprasë. Ule edhe kokën edhe këtu. Sërish tërhiq me frymë thellë edhe shprasë. Merë frymë thellë, hape gjoksin, shikimin diku lart përqendro edhe shprasë. Lehtë, ngadalë, aq sa mundesh,
dhe trupi është treguesi më i mirë. Për dy të fundit shkojmë, hapi gjoksi, shikimi lart, shprazu. Edhe dy. Edhe shprazu. Tash në vazhdim, i bashkojmë shputat, i bashkojmë duart dhe i qojmë lart 10 sekonda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, edhe ullim këta. Ndërsa tash në vazhdim, ushtrimi i njëjtë është, mirë po shkojmë lart poshtë. 3 sekonda edhe ullim. Lart me frymthell, 1, 2, 3, 3 sekonda me frymthell, 3 shprah. Shkojmë edhe 8 përsëritje. Shprazu. Mos e sforco veten, nëse smundesh, mos u çoj shumë lart duart dhe këmbën, por më poshtë. Duket e thjeshtë, mirë po një pjesë e madhe kanë vështirë të realizojnë këtë ushtrim. Tre sekonda me frymthell, shprazu. Shkojmë edhe për 2. Edhe për 1. Ku shohë ta? Si ndjesh Nita? Ndjehem shumë mirë. Janë ushtrime të thjeshta. Po. Nuk janë më të thjeshtat, ndoshta më të lehtat, po për fillestar unë e shoh se mund t'ja dal dhe mund t'i bëj. Po, edhe kemi parasysh se niveli i fitnessit për pjesën më të madhe të popullatës është bazik fillestar, kështu që janë super ushtrime. Po. Ne i besojmë Ajlindës. Ushtrimi i radhës është shkojmë krahu i djathtë, këmba e majt diagonale. Kokën e ulim poshtë dhe i çojmë lart. 1, 2, 3 edhe ullim. Shkojmë me anën e njëjtë, pra krahu i djathtë, këmba e majt. Ta filloj edhe me djathtën atë. Po. Okej. Me frymthell E kështu. edhe shpreh. Shkojmë 10 përsëritje njërin në orë, pastaj 10 me tjetër. Ballin mbajmë në tokë. Lart me frymthell, ndërsa poshtë shpreh. Kur të ndjeni se keni mbaruar me njërin anë, mund të ktheheni nga ana tjetër. Okej. Vetë që duhet të keni pak vëmendje te këmba nuk ngritet lart shumë. Lartësia është shumë minimale. Edhe ul. A duhet të jenë edhe dora dhe këmba të barabarta me lartësi? Po, mund t'i nivelizojsh, mirë po pjesa e ijeve duhet të jetë e ngjitur për tokë. Pra, këmba nuk qohet shumë lart, edhe vazhdojmë pastaj me këmbën tjetër, koka poshtë, me frymthell, shprazu. Lart me frymë, poshtë shpras. Edhe në këtë anë 10 përsëritje mjaftojnë. Në qoftë se smundeni, nuk është problem, 5 përsëritje dhe mjafton. Tash lëvizja tjetër është çojmë lart edhe ngadalë ul. Tash i çojmë bryllat nga toka edhe shprehim ngadalë. Ulë pak qafën, pra me frymthell, shprehim, me frymthell, shprehim. 5, 4, 3, edhe 2 të fundit. Tash shkojmë e ulim kokën, ndërsa mbrapa i hapim këmbën dhe skoçojmë këmbën lart. 1, 2, 3 edhe ullim. Edhe duart. 1, 2, 3 ullim.
Nuk shkojmë njëkohësisht, njëherë shkojmë me pjesën e duarve, mund të them. I ulim duart për të këtu. Mbushu me ajër. Uli duart, edhe shtrojëm, drejt këmbët, mbushu, edhe shtrojëm. Pra, merë fëllëzë, shtrojëm, merë fëllëzë, shtrojëm. 12 përsëritje, nga kjo mjafton. Mendoj se mund të më ndjeki. Po, mendoj dhe shpresoj. Mbaroj? Avash, avash. Mund t'jafton e neve fundi. Si për fund, shkojmë nga nga e gjatë, në gjatëni. Të më dojnë patitur në trupin. Vitim nga 15 sekonda në sesion A, pastaj kthehemi në zona tjetër një. Unë balli, të trupin, Me shëndet ty, me shëndet mu dhe të gjithë shikuesve që na ndoqën. Këto nuk ishin ushtrime shumë të rënda. Unë kam filluar ta ndjej këtu nxemjen te mesi i trupit dhe shpresoj që edhe shikuesit janë ndje mirë dhe i kanë bërë këto ushtrime pa ndalë. Ju dëshiroj një ditë të këndshme dhe të mbar. Dhe deri në episodin e radhës, mirupafshim. Mirupafshim. Oh, happy day. Për sportin do flasim shumë gjatë ditës së sotme, përpara se të kalojmë tek informacionet të tjera. Rubrika lajme në pak minuta vazhdon. Klikoni klanmacedonia.mk për më shumë dhe ja unë t'ju lajmëroj që në orët e para të mëngjesit se si është zgjuar bota sot për të 17 tetor. Trupat ruse vrasin muzikantin ukrainas sepse refuzoi të merrte pjesë në koncert. Ushtarët rusë kanë qelluar për vdekje një muzikant ukrainas në shtëpinë e tij pasi ai refuzoi të merrte pjesë në një koncert në qytetin Kherson, të pushtuar sipas Ministrisë së Kulturës në Kiev. Dirigjenti Yuri Kerpatenko refuzoi të merrte pjesë në një koncert të synuar nga pushtuesit për demonstruar të ashtuquajturin për mirësim të jetës paqësore në Kherson, tha ministria në një deklaratë në faqen e saj në Facebook. Lajmi tjetër, Kina ndalon vap me shije frutash, por jo eksportin e tyre vape. Shohim çfarë është ky recet. Kjo recet, Kina ka ndaluar shitjen vape me shije frutash. Ka ndaluar Kina brenda, por jo dhe eksportin e tyre. Kina ka ndaluar pra shitjen e cigareve elektronike me shije. Rregullat e reja nënkuptojnë se vapes që kanë aromatizues të ndryshëm nga duhani, të tilla si ato me shije frutash ose të ëmbël, nuk mund të shiten në tregun vendas, por ato ende mund të prodhohen në Kinë për të transportuar në gjithë botën. Rregulli, i cili hyn në fuqi këtë muaj, pason një shtrëngim të rregullave të tjera në lidhje me cigaret elektronike, duke përfshirë ndalimin e shitjes së tyre në internet dhe një urdhër që paketimit të përfshijë etiketa paralajmëruese që thonë se ato janë të dëmshme për shëndetin dhe nuk duhet të përdoren nga nxënësit e shkollës. Nëse nuk i përdor Kina, mos i përdorim as ne. Një paralajmërim i madh. Demokratët suedez pezullojnë zyrtaren për komente fyese për Ana Frank, thot lajmi tjetër. Një zyrtare e demokratëve të Suedisë është pezulluar nga partia ekstremit të djathtë për komente fyese për Ana Frank në një postim në Instagram që tani është fshirë
Rebecca Falengvist e quajti Ana Frankun si imorale, ndër të tjera sipas mediave suedeze. Ana Frank, e cila shkroi ditarin e famshëm të kësaj fshihej në Amsterdam para se të kapej, vdiq në moshën 15 vjeçare në kampin e përqendrimit Bergen-Belsen të Gjermanisë naziste në shkurt të vitit 45. Postimi nga Falengvist, një drejtuese 26 vjeçare e programeve televizive për demokratët e Suedis, shkaktoi reagime të forta nga grupet hebraike dhe ambasadori izraelit Ziv Neko Kulman, i cili shkroi në Twitter: "Unë e dënoj fuqishëm këtë fyerje të neveritshme, duke mos respektuar kujtimin e Ana Frankut." Lajmi tjetër, 92 emigrantë zbulohen lakuriq në kufirin Turqi-Greqi. Zbulimi 92 emigrantëve të zhveshur në kufirin mes Greqisë dhe Turqisë gjatë fundjavës ka nxitur akuza mes dy vendeve dhe dënime nga Kombet e Bashkuara. Policia greke i shpëtoi burrat që u zbuluan të zhveshur, disa me lëndime, pranë kufirit verior me Turqinë, tha policia gjatë fundjavës. Nuk është e qartë se si burrat humbën rrobat e tyre. Emigrantët u zbuluan fillimisht pranë lumit Evros, që shënon kufirin mes Greqisë dhe Turqisë, të premten, tha policia greke në një deklaratë. Një hetim nga policia greke dhe zyrtar nga Frontex, agjencia kufitare e Bashkimit Evropian, gjeti prova se emigrantët kaluan lumin në territorin grek me gomone nga Turqia. Lajmi i radhës, në lajme në pak minuta nga bota, thot shtëpitë në Mbretërinë e Bashkuar anullojnë shërbimet e transmetimit për të reduktuar shpenzimet. Pothuajse 1 milion familje britanike kanë hequr dorë nga shërbimet e transmetimit pasi kriza e kostos së jetesës detyron konsumatorët gjithnjë e më të vetëdijshëm për buxhetin të ndalojnë marrjen e shërbimeve të tilla si Netflix, Amazon Prime Video dhe Disney+. Numri i përgjithshëm i shtëpive në Mbretërinë e Bashkuar që kanë të paktën një abonim të paguar ka rënë me 937.000 mes janarit dhe shtatorit, pasi familjet të vetëdijshme për koston zgjedhin të paguajnë për gjëra thelbësore si energjia, ushqimi dhe pagat e hipotekës. Nuk e ndalon Netflixin derisa të vje lufta e tretë botërore. Inshallah nuk ndodh. Por ja që britanikët të vetëdijshëm për krizën që kemi kanë ndaluar pra abonimet në transmetues të ndryshëm, siç janë pra siç tham një ndër tyre dhe Netflixi, për të orientuar kostot në harxhimet e tjera si energjia elektrike dhe pagesat të tjera të cilat janë të domosdoshme çdo muaj. Mirë, këtu mbaron dhe rubrika lajme në pak minuta, të cilat lajme tregojnë për atë se çfarë ka ndodhur gjatë këtij 17 tetori, si është zgjuar bota sot. Dhe në fakt tani do të kalojmë tek lajmet nga showbizi, lajmet nga shtypi roz, për të parë se cilat lajme janë ato që Nita ka përfshirë. Një lajm shumë i kontrovers ka ndodhur gjatë ditëve të kaluara, në fakt gjatë fundjavës, kur Selena Gomez dhe Hailey Bieber, është gruaja e tanishme dhe ishe dashura e Justin Bieber, të cilat kanë pasur përplasje me njëra tjetrën gjatë gjithë kohës, që kur Justin Bieber u bë me Hailey Bieber dhe e la Selenën, ka pasur përplasje mes të dyjash, por përplasje vetëm mediatike, dhe sigurisht që mediat roz kanë përdorur këtë situatë për të shkruar lajme të shumta, të cilat në fakt pas kanë qenë gënjeshtra, sepse në një eveniment Grammy, Hailey dhe Selena kanë pozuar bashkë të përqafuara, duke mos lënë asnjë hapësirë për të dyshuar se ato të dyja kanë ndonjë problem mes vete, kështu që kanë vepruar si dy vajza të shekullit 21, si dy vajza të arritura, të dyja me një karrierë të jashtëzakonshme, të dyja të mira ndaj njëra tjetrës dhe jo xheloze për Justin Bieber. Ky ishte lajmi më i ri, por do të shohim se çfarë na ofron dhe Nita tek rubrika e saj e showbizit, e pastaj sigurisht do të kthehemi në studio me Shaban Sinanin për më të rejat nga sporti, dhe do të ndjekim evenimentin Oscari Art Olimpik 2022 nga Shaban Tërstena, ku njërin ndër fituesit e këtij Oscari është dhe Shaban Sinani, dhe do të ndjekim dhe intervistën e Luana Shabanit, e cila është nënkampione e kickboxit në botë. Vajza nga Manastiri, e cila jeton në Australi, ka arritur që në 16 vjet në kategorinë e saj të dalë e dyta në garat botërore. Na ndiqni. Oh, happy day.
Mirë, është koha për këndin e sportit, si që dini, çdo të hënë ja dedikojmë emisionin Happy Day Sportit, aktiviteteve të sportit dhe sot, si thash, kemi dy materiale shumë të bukura nga sporti. Njëra është materiali nga vetëm sa ta gjej, nga Shaban Tërstena, i cili dhe si vjet ka ndarë Oscarin e Art Olimpik, ku mes 5 marrësve të çmimit ka qenë dhe gazetari i Unisportit Shaban Sinani për atë dedikimin që ja ka bërë pra karrierës Shaban Tërstenës, dhe materiali tjetër ka të bëjë me luaneshën shqiptare, Luana Shabani, vajza 16 vjeçare nga Manastiri që jeton dhe vepron në Australi, ka arritur që të dalë e dyta në botë në kickbox në kategorinë 52 kg, kickbox K1, kështu thot Shabani në intervistën në cilën e ka realizuar vetë, por fillimisht do flasim për aktualitetin e sportit, për sportin vendor, futbollin vendor, ku dje ka përfunduar dhe java e 11. Mirëpresim Shabanin tani në studio, mirë se ke ardhur, kënaqësi për herë. Mirë se u gjeta dhe punë të mbarë gjatë javës. Punë të mbarë për gjithë ne dhe për gjithë teleshikuesit. Shaban, do fillojmë me javën e 11 në ligën e parë të futbollit vendor. Të shtunën dhe të diellën u zhvillua java e 11 dhe e fundit e raundit të parë në ligën e parë të futbollit vendor. Java e fundit solli befasi, Struga Trimlum mësoi disfatën e parë, me të drejtë apo pa të drejtë, por disfata është regjistruar. 1-0 rezultati për Struga Trimlum 1-0. Por është disfata e parë e Struga Trimlumit kjo? Disfata e parë. Në 11 javë. Po, pas 8 fitoreve, 1 barazim edhe 1 humbje. Ashtu. Po. Spariti tekim rezultatet që janë zhvilluar në javën e 11, do me thënë Shkupi Struga Trimlum 1-0, Rabotnicki Shkëndija 2-4, një fitore e jashtëzakonshme e ekipit Kuqezi. Bregalnica Sileksi 2-3. Makedonia Gjorqe Petrov Skopje 2-0 dhe pobeda Akademia Pandev 1-1. Tikveshi ishte e lirë. Pas përfundimit të rrethit të parë në ligën e parë të futbollit vendor, tabelën e kryeson Struga Trimlum me 8 fitore, 1 barazim, 1 humbje, gol averazhin 19-4 dhe 25 pikë të grumbulluara. Në pozitën e dytë është Shkëndija, 5 fitore e ceki, do të thënë 5 fitore që ka shënuar jashtë stadiumit të Tetovës, do të thënë në cilësinë e misafirit. 4 barazime në cilësinë e vendasit dhe 1 disfat në cilësinë e vendasit. Pra është skuadra e vetme në ligën e parë që nuk ka shijuar fitore në cilësinë e vendasit para tifozëve të vet, por Shkëndija mbetet në pozitën e dytë me 19 pikë. Në pozitën e tretë tani më është kampioni në fuqi, ekipi i Shkupit, 5 fitore, 3 barazime, 2 humbje me 18 pikë. Në pozitën e katërt është Sileksi, gjithashtu ka 18 pikë, 5 fitore, 3 barazime, 2 humbje. Në pozitën e 5 është befasia më e madhe e kësaj pjese të kampionatit, Tikveshi i Kavadarit, ka 5 fitore, 1 barazim dhe 4 humbje, me 16 pikë. Makedonia Gjorqe Petrov i afrohet mesit të tabelës, dhe me thënë 3 fitore, 3 barazime, 4 humbje. Bregalnica 3 fitore, 3 barazime, 4 humbje, me 12 pikë. Rabotnicki jo mirë, 3 fitore, 2 barazime, 5 humbje, është me 12 pikë, është, jo 11 pikë në pozitën e 8. Befasia më e madhe në aspektit negativ është nën kampioni aktual. Akademia Pandev, pasi në 10 ndeshjet e zhvilluara ka 2 fitore vetëm, 2 barazime dhe 6 humbje. Në pozitën e parafundit, pra me 8 pikat sa ka dhe Akademia Pandev, është pobeda e Prilepit, 2 fitore, 2 barazime, 6 humbje, dhe e fundit është skuadra e Skopjes, 1 fitore, 2 barazime dhe 7 disfata. Çka të themi, do të thënë ndeshje më e rëndësishme, ndeshje derbi, pra u zhvilluan në Çajir edhe në arenën Todor Proevski në Shkup. Në Çajir, siç thamë, Shkupi arriti të shënon fitore kundër liderit në renditjen tabelore, kundër Struga Trimlumit me rezultati 1-0, me një gol që e shënoi Alvarez nga penaltia,
E tani këto është shtrohet pyetje, ka dilema se ka qenë apo s'ka qenë, kush dhe cili e faulloi në rastin kur referi Stavrev akordoi penalti për vendasit, pasi ka disa pamje edhe pse nuk janë shumë të qarta, por Spari, portieri i ekipit të Strugës, para se të rrezoj këtë Adetunxhin, ai e prek topin, do me thënë që nuk bëhet fjalë për penalti, por vendimi përfundimtar është ai i referit dhe kështu Alvarez shënoi gol dhe fitoria i mbetet ekipit të Shkupit. Në arenën Todor Proeski ishte një ndeshje mjaft e rëndësishme për ekipin e Shkëndijës, një ndeshje e cila pati shumë ndryshime gjatë 90 minutave. Shkëndija arriti të shënoj 4 gole, 2 gole Vlatko Stojanovski, 1 gol Adonis Shala dhe 1 gol Bashkim Velia. Ajo që është pak sa e çuditshme në ekipin e Shkëndijës, dy futbollistë ndeshkuan me karton të kuq. Dhe atë kapiteni Ferhan Hasani dhe Mevlan Murati, domethënë dy futbollistë që kanë përvojë të madhe në elitën e futbollit të Maqedonisë. Ndeshkuan, Por ndodh, edhe kjo ndodh ndonjëherë në futboll. Domethënë nuk ishin kartona klasik, domethënë drejt për drejt, po për shkak të kartonit të dytë të verë. Domethënë të dy kartona të kuq u morën për atë arsye. Dhe tabelën e cekëm, si që java e 12 do zhvillohet me datën 26 tetor. Pasi si që dihet, do ketë një pauzë. Për shkak të obligimeve të reprezentacionit për ndeshjen miqësore me Arabinë Saudite që të zhvillohet atje, domethënë në transfer. Pra, këto ditë do të kenë ekipet që të eliminojnë ato mangësi që kanë pasur në ndeshjeve të fundit dhe sigurisht dhe java e 12 do të takohen në Skopje Shkëndija. Në lojën e parë. Në lagjen e autokomandës, Rabotnički Sileksi, Bregalnica Akademia Pandev, Pobeda Struga Trimlum, Shkupi Tikfeshi dhe Makedonia Gjorqe Petrov është e lirë. Domethënë këto janë sa i përket ligës së parë, rrethit të parë, që janë zhvilluar domethënë 11 xhiro apo 10 xhiro, pasi siç dihet një ekip në çdo javë pauzon për shkak të largimit të Renovës. Gjithashtu zhvilluar edhe java e 8 në Ligën e Dytë Republikane. Edhe këtu kemi surpriza. Dy ekipet e para, Vardari edhe Voska, akoma nuk kanë shijuar disfat. Shumë mirë. Përparojnë, Po, përparojnë. Rezultatet e djeshme janë sa vijojnë: Pelisteri Sloga e Vinicës 3-0, Bellasica Voska Sport 1-3. Teteksi Gosivari 0-7. Vardari i Shkupit 0-7? Është rezultati? 0-7, po. Vardari Besa e Dobordollit 1-0, Kozhufi Kamenica Sasa 3-2, Arsimi i Çegranit Pehçeva 0-0, Ohri Karaormani 1-0 dhe Detonit Plaçkovica Poreci 1-0. Tabelën e kryeson Vardari me 22 pikë, e dyta është Voska Sport me 20, ndërsa në pozitën e tretë është Gosivari me 18 pikë. Nëse të intereson Pelisteri, do të tregojmë se është në pozitën e 5 me 14 pikë. Fare nuk më intereson. Po. Mendoj, më intereson sa për gjitha ekipet të tjera. Tani kalojmë domethënë gjatë fundjavës, ka pasur 2 kuvende në 2 federata përkatëse, në 2 federata sportive, pra u mbajt kuvendi i rregullt vjetor në Federatën e Atletikës së Maqedonisë. Lusë regjien pamje nga i kuvend kemi realizuara. Të shohim? Ja, besoj që janë këto. Po, kjo është kuvendi i Federatës së Atletikës, kuvendi i rregullt, ku në rend të ditës ishin raportet nga puna e Këshillit Drejtues të Federatës së Atletikës së Maqedonisë së Veriut, puna ose raportet e komisioneve përkatëse, dhe kishte një pikë të paksa të nxehtë ajo me kërkesën e klubit atletikës studenti
u kërkua që në Federatën e Atletikës së Maqedonisë të edhe gjuhën shqipe të jetë si gjuhë zyrtare pas asaj të maqedonishtes dhe anglishtes. Mirë po, si duket, delegatët akoma kanë aversionen ndaj gjuhës shqipe. Është kërkesa, sipas disave, është shumë mirë e shkruar në bazë të gjithë të dispozitave ligjore, por nuk është koha, nuk e di për sa. Bile dikush një nga delegatët përmendi aty thashë, neve merremi vesh, nuk kemi nevojë që të ketë edhe një gjuhë tjetër. Do të thonë merremi vesh se na flasim gjuhën maqedonishte. Dhe të gjithë marrin vesh. Po, do të thonë na e kuptojmë edhe nuk ka nevojë që të ketë edhe një gjuhë plus aty sipas atyne, mirë po ato janë të vetëdijshëm se gjuha shqipe patjetër të implementohet, të zbatohet. Kemi edhe njoftimin nga Agjencioni për implementimin e gjuhës shqipe se patjetër duhet se ka edhe inspektoriati, me siguri duhet të reagon, pasi kjo është një gjë paksa e ndryshme atë. Vërtet. Dhe post tjerash këtu në këtë kuvent u pranuan edhe 4 klube të reja si antare të fuqiplota në Federatën e Atletikës së Maqedonisë. Pastaj u dha raport për sukseset që janë arritur gjatë këtij viti, u cek se ka pasur plot 23 rekorde të reja, domethënë në të gjitha kategoritë, duke filluar nga kategoria më e re deri tek seniorët. Kishte edhe përplasje, por disa të pakënaqur, normal që kjo ndodh si çdo herë, mirë po në përgjithësi kuvendi ishte në rregull. Tash përplasje më e madhe ishte në mes gjuhës, jo se kishte çka na duhet. E din në atë aspektin çka na duhet, por nuk e di pse. Nuk e di pse e thon ashtu. Çdo herë neglizhohet kjo çështje. Për shembull, mua më ka ndodhur kur kam marrë lejen dhe kur ka dashur të bëj testin e këtë teorisë, dhe kam kërkuar të bëj në gjuhën shqipe në manastir. Po. E u bë një panik aty në zyrë se nuk kanë ende, nuk i kanë formatet në shqip. Po duhet që ndonaja hapi shumë punë, deri nesër nuk mund të... Aty është problemi se duhet shpenzimet më dhëja, të bëhen përkthimet... të sjellin sistemin e ri, të marrin... Pikërisht unë kërkova atë, të thash prej sot e që neve do të kërkojmë që çdo material që do të vjen nga federata të jetë përkthyer, pastaj të shohim se si do të del. A do del më lehtë apo më keq edhe. Por kjo është ajo që edhe s'kemi çka të bëjmë, ka disa njerëz bile dikush e përmendi tha Federata e Futbollit të Maqedonisë, që ka 100 delegat, sa klube, andej këndej kryetarin e keni shqiptar, akoma nuk është zbatuar, thash shumë jeni gabim. Në Federatën e Futbollit të Maqedonisë çdo gjë është në digju e përkthyer edhe në faqen zyrtare. Po, në faqen zyrtare me argumente, po tregova se në faqen zyrtare të gjitha materialet janë të publikuara në të dyja gjuhët. Në gjuhën maqedonishte dhe në gjuhën shqipe. Pak sa u habitën, por kjo është kjo. Nuk u habitën, kjo habi ashtu ju vjen të mirë. Kjo habi është shumë e planifikuar. Mua vetëm kjo më vjen të habi se thot, po neve merremi vesh. Po merremi vesh, po ligji është, e di. Tani kemi luftuar për këtë çështje. Kishte përfaqësues të Agjencionit për rini dhe sport, mirë po ai nuk ishte i aftë për këto punë që ti koordinoj. Edhe i thash nëse pse ke ardhur kur nuk e bën punën tënde. Ose frigohesh. Edhe kjo ka të bëjë, Shabana, kjo ka të bëjë, po mirë, ne bërëm informimin, domethënë besoj që inspektoriati për zbatimin e gjuhës për detyrë të reagojë. E ka për detyrë të reagojë, pasi kjo është një kërkesë zyrtare, mund të themi se Klubi Atletikës Studenti është i vetmi klub që ka parashtruar zyrtarisht kërkesë për implementimin e gjuhës shqipe. Kush ka parashtruar zyrtarisht kërkesën? Klubi Atletikës Studenti, po nga Tetova. Njëri nga klubet e... Po, njëri. Pasi aktualisht ka 22 klube aktive në Federatën e po. Prej të cilëve ka dhe 7 klube shqiptare. Atër do reagojmë dhe ne sot, do kontaktojmë zotin Ylber Selën dhe me siguri që te dera e federatës do të rokasin së shpejt. Para kuvendit kontaktova me te, po, unë e kontaktova. Pas ke mbaruar të punë. E tha tash mbetet vetëm puna e inspektoriatit. Ashtu, le të vazhdoj procedura, s'ka lidhje kryesore që të informojmë. U mbajt edhe një kuvend tjetër. Në karate. Me përplasje të shumta. Kuvendin e karates, por
ashtu siç pritëm, ka përfunduar pa ndonjë problem. Përse u përplasën këtu? Po kishte 31 klub të paknatë. Nga sa bashk? Nga 68. Po, këto që deshin ta ndrojnë dhe kryetaren. Ka pasur, normal se klubet gjithmonë ka klubet që janë të kënaqura, Sigurisht. për shkaqe të shumta, ka klubet që të pakënaqura për shkaqe të ndryshme, që është edhe shumë normale, do me thënë, të dy palët kanë të drejtë gjithmonë. A u ndryshua kryetari i Federatës së Karates? Nuk ndryshuar, mbetet, do me thënë, vazhdon Këshilli Drejtues që e drejton Petar Belistejanovski, ashtu siç edhe deklaroi në intervistën ekskluzive që e pati për Klan Maqedoni, se tha nuk ka asnjëfarë arsye që të më heqen. Që të ndrojnë, pasi nuk ka asnjë gabim, çdo gjë është duke. Dhe shumica pas kanë qenë pro, se 31 janë jo. 35 klube kanë përkrahur. Ashtu. 31 faktikisht delegatët, 31 kanë qenë kundër dhe 2 vota kanë qenë abstenim. Po, sigurisht se të pavlefshme. Shumica ka qenë me Beli Stojanovski dhe ka mbetur. Beli Stojanovski vazhdon të mbetet kryetari i Federatës. Dhe pastaj edhe topi i artë është ndarë për jo para se të mrim te topi i artë. Në rregull. Të theksojmë se filloi edhe sezoni i ri 2022-2023 në Federatën e Voleybollit të Maqedonisë së Veriut dhe janë zhvilluar dy ndeshjet e para, pra të shtunën u zhvilluan në Tetov dy ndeshjet e para. Njëna ishte derbi klubi Universiteti i Tetovës dhe Liria e Zhrovjanit, e cila përfundoi paksa me befasi 0-3 për ekipin Liria, ndërsa në ndeshjen tjetër që u zhvillua në sallën e shkollës së mesme ekonomike në Tetov, ekipi Shkëndijës shënoi fitore 3-0 kundër skuadrës Libero nga Shkupi apo ish Janta Volej. Do me thënë, skuadra tetovare filluan me sukses, me fitore, por Universiteti i Tetovës toj nga Liria e Zhrovjan. 0-3. Por sporti për atë është edhe pak sa interesant, pasi ndonjëherë ka edhe befasinët. Patjetër. Po. Tani do kalojmë te topi i artë, ëh? Po, tash topi i artë. Bukur. Kush është futbollisti më i mirë në Evropë? Sonde të gjithet kush është. Nuk e di vende. Po, edhe pse ka shumë gjasa që edhe me siguri do të jetë ai, do të thënë sonte në Paris bëhet shpallja e futbollistit më të mirë për vitin 2022 në Evropë, pra edhe sipas të gjitha gjasave, kësaj radhe ky epitet Karim Benzema, futbollistit të Real Madridit, i cili ka shënuar 44 golla për një vit, ka edhe 15 asistime. Sulmuesi, do me thënë Benzema, gjithashtu me Realin ka fituar edhe La Ligën, do me thënë kampioni i Spanjës, Ligën e kampionëve, 2 nga trofeet më prestigjioze për klubet. Do me thënë kampion ti je kampion në Spanjë nuk është lehtë, vërtet. Pasi kur dihet se ka një konkurrencë që është Barcelona, edhe pse mbram Reali ishte shumë më e mirë se Barcelona, edhe tënoi fitore të merituar. Rikujtojmë se mbajtës i këtij çmimi aktualisht është Leo Messi. Ashtu. Por kësaj radhe ai nuk është në konkurrencë. Benzema siç duket do ta marrë. Nuk është në konkurrencë këtë vit, shkaqet dihen, pasi ai nga Barcelona kaloi në Paris Saint-Germain dhe atje nuk i shkojnë punët ashtu siç ishte mbret i vërtet në Barcelonë. E ja, dhe karriera ndonjëherë duhet bërë me strategji, apo jo? Jo ndonjëherë, por çdo herë. Patjetër. Tash e di sa shafrohet edhe fundi vitit, janë 2 muaj të fundit mbete, ku post asaj që do të mbahet kampionati botëror i futbollit, do të organizohen edhe manifestime për shpalljen e sportistëve më të mirë në të gjitha federatat përkatëse, por edhe UEFA-ja edhe FIFA do të organizojnë manifestime të tilla për të shpallur më të mirët, klubet më të mira ato andej këndej. Do të ketë aktivitete shumë. Ashtu kur sporti do të vijë në fokus. Në shpreh. Sporti gjithmonë është në
rënd të parë, edhe pse në lajme gjithmonë shkon e fundit, para fundit. Por jo më pak e rëndësishme. Po, jo, më pak e rëndësishme, po. Kështu ka bërë të renditur pra historia ose tradita e redaksive. Çfarë të bëjmë vërtet, edhe unë nuk e kisha vënë sportin në fund, po siç thash, nuk është Por sipas disa informacioneve, sporti ndiqet në të gjitha mediumet, do të thënë më shumti. 30% e gjithë asaj shikuesit i tërheq sporti. Ja, pra bukur. Shaban Sinani, ty si gazetar me përvojë disa dekadëshe të nda një çmim shumë i rëndësishëm si vjet nga Shaban Tërstena, i cili organizoi për herë të 6 Oskarin e Art Olimpik. Rime? Faleminderit. Kampioni olimpik në çdo vend të botës ka të drejtë të organizojë manifestime të tilla, ka të drejtë të themelojë shoqata të ndryshme, ka të drejtë edhe të ndërmarrë nisma të ndryshme, për të ndihmuar sportistë të ndryshme. Shaban Tërstena, edhe një herë të përsëritim se është kampion më i ri fituesi medaljes së artë olimpike. Ai ka fituar këtë epitet, ka fituar në moshën 18-19 vjeçare. Për fat të keq atëherë ka prezantuar Jugosllavinë, por medalja i mbetet Shaban Tërstenës. Shqiptaris. Po, e veçanta e tij, unë nuk e di, e ndëgjova me siguri edhe aty se e përmenda, e veçanta e atij është se ai pasi që ka fituar medaljen e artë olimpike, ka refuzuar pallate, ka refuzuar milione për të mos u asimiluar. Dhe për të mbetur shqiptar. Për të mbetur ai që është. Për gëzime se nëse ndodhte e kundërta, sot nuk do ta kishim ne aset kombëtar apo jo. Po. Domethënë ai mbetet edhe një herë heroj sportit shqiptar. Ke dedikuar shumë sigurisht kronika dhe shumë tema Shaban Tërstenës, prandaj dhe ishe i nderuar atë ditë. Po, për herë të parë kemi shkruar. Unë së bashku me kolegët e mi e kemi cekur se Shaban Tërstena është sportist i shek. Është e vërtet. Ai e mban mend këtë, e din, është mirënjohës dhe neve gjithmonë e kemi vlerësuar si të tillë, si kampion, si heroi i sportit, dhe ai gjithmonë ashtu do të mbetë. Dhe ka qenë dhe falënderues. Shfrytëzoj rastin që edhe nga ky emision ti dëshirojmë sukses dhe shëndet. Ashtu në këtë moshë tani që i duhet sigurisht që të jetë i lumtur dhe i shëndetshëm. Dhe edhe një herë faleminderit kampion, ashtu. Faleminderit kampion dhe faleminderit që bëri dhe këtë eventimentin dhe që nderoj sigurisht gazetarin ton të sportit Shaban Sinanin me një Oskar të artë olimpik për dedikimin e tij si gazetar i sportit në shumë sfera, por dhe në temën e Shaban Tërstenës. Ke bërë dhe një intervistë tjetër shumë të veçantë që unë ndjeva shumë krenare kur e realizuam. Me një luanesh shqiptare. Ka priardhje nga manastiri, prandaj dhe jam ende më e cila është nën kampione e botës në sportin K1 për grup moshat deri në 15 vjet në kategorinë 52 kg. Pra bëhet fjalë për vajzën që jeton dhe vepron në Australi, Luana Shaban. Ishte një vajzë e jashtëzakonshme, po tani unë të falenderoj ty që ishe pjesë, të uroj një javë të mbar pune. Faleminderit, gjithashtu edhe unë ti. Dhe do të shihemi sigurisht në këndin e sportit javën e ardhshme. Patjetër. Faleminderit Shaban Sinanit, ne do të ndjekim në vazhdim, pra siç tham, eventimentin nga Shaban Tërstena, Oskarin e Art Olimpik. Kemi aty intervista me Shaban Tërstenën, por dhe me ata të cilëve ju nda Oskari i Art Olimpik, dhe pastaj do të ndjekim në minutat e fundit të programit si qershia mbi torte, intervistën e realizuar nga Shaban Sinani bashkë me luaneshën shqiptare, Luana Shabani, e cila, siç tha dhe Shaban Sinani këtu, është nën kampione në karate K1 në kategorinë 52 kg, pra u kthye nga Italia me këtë çmim nën kampion. Ajo thotë do ishte më mirë të isha në vendin e parë, por asaj nuk i vendi i parë gjatë viteve të radhës, sepse me të vërtetë ishte një luanesh në sportin që bën. Dhe pas intervistës kemi dhe ca foto për të parë se cilat ishin zhvillimet ose si u ndërtua Luana derisa erdhi në atë që është sot. Shihim të këndshëm për të dy materiale dhe bashkëmirëpafshim nesër në 8.
Kampioni olimpik Shaban Tërstena për herë të 5 radhazi ndau 5 çmime olimpike për personalitetet dhe institucionet, të cilët i kanë dhënë përkrahje në karrierën e tij. Në edicionin e 6, legjenda e sportit në Maqedoni Shaban Tërstena dëshiroi që të falenderoj përkrahësit e tij sepse sipas tij, suksesi madhështor nuk arrihet vetë, por vazhdimisht duhet ndihmë nga të gjithë. Unë e kam thonë që në fillim, edhe disa vite do të shkoja kjo. Për respektin për ata gjithë ata njerëzit, personalitetet që kanë qenë me shpirtin tim, që kanë qenë me të gjithë nga fillimi deri në mbarim, që kanë pasur mbështetje. Ju e dini më, kjo është hera e 6. Sot i morët të gjitha ju gazetarët, pse ju jeni ata pjesa e historisë që keni shkruajt, keni informu, keni bëu çmos që historinë tonë, fitorat tona, medalet tona i keni shpërndar në për mediumet, në për popullatën. Prandaj edhe ju jeni pjesë e jetës time sportive. Tregova, do të vazhdoj edhe disa vite, edhe mbyllet një herë për gjithmonë. Fitues të sivjetshëm të Oskarit olimpik janë Shaban Sinani, gazetar i Klan Maqedonisë, Kemal Goca, gazetar në Bota Sot, Vladimir Bulatovic i portalit sportiv Ekipa dhe portali vetëm i specializuar për sporte marciale në Maqedoni i pom.mk. Jemi te evenimenti vjetor i Shaban Tërstenës, ku ai ndan 5 çmime për 5 sportistët ose gazetarë sportiv të cilët kanë dhënë më së shumti gjatë këtij viti dhe i ka përzgjedhur Tërstena për t'i nderuar. Dhe një ndër to, si vjet për 2022-shin ke qenë ti me gjithë ato vite përvoj, me botimet e tua dhe me gjithë përkushtimin që ke dhënë vlerave sportive. Urime? Falenderit ju ta. Edhe unë kam nderin, jam paksa i emocionuar, pasi një dhurat të tillë, të marrish nga kampioni olimpik, domethënë ka domethënien e vet. Edhe pse gjatë karrierës time kam mbi 100 plaketa, mirënjohje, medalje e shumë gjëra. Mirë, po të marrish një medalje të tillë, një mirënjohje të tillë nga kampioni olimpik, i cili në kohën e ish Jugosllavisë në shpallur kampion, si shqiptarë në shpallur kampion, i cili ka refuzuar pallate, ka refuzuar miliona që mos ta ndroj identitetin e tij. Domethënë, kjo ka domethënie të madhe. Prandaj unë publikisht e falenderoj kampionin olimpik Shaban Tërstena, edhe pse nga ai duhet të jetë njeri mjaft i vlerësuar këtu në vendin tonë, mjaft i vlerësuar, se në vendet perëndimit një kampion olimpik ai vlerësohet mjaft shumë dhe ka autoriteti shumë të madh, më tepër se sa politikanët. Jo rastisht e përmenda aty se i ndjeri Arben Xhaferi ka thënë, një vend apo një popull që nuk ka sportistë të shquar, atëherë në sipërfaqe dalin politikanët. Po, kjo është një mendim mjaft im. Unë edhe në çdo librin tim i përmendi këtë fjali, se pasi kam punë vetëm me sportist. Prandaj edhe një herë shfrytëzoj rastin që të falenderoj Shaban Tërstenën, por duhet të falenderojmë edhe mediumin tonë, na ku punojmë klani që na jep hapësirë që të prezantojmë edhe sportistët siç është kampioni olimpik. Falenderoj. Është një nder i veçantë, sepse na me Shaban Tërstenën jemi rritë në rezultatet e Shabanit, sukseset. Edhe si fëmijë, si sot më kujtohet viti 1984, në Los Angeles, kur u bën kampion olimpik. Edhe shkronjat e para të tabletorës prej sportistëve ku mësu, edhe për mua ka qenë krenari që mi rrit frimin e Shaban Tërstenës dhe shumë sportistëve tjerë. Dhe kjo do të mbetet pjesë e jetës sime çmimi më i madh në karrierë. Porosia për kolegët? Porosia ime për kolegët është që të shkruhet sa më shumë për sport, por emrat e mëdhenj të sportit, sepse sporti është si oksigjen për çdo, jo vetëm për çdo sportist, por tifoz edhe për gjithë qytetarët që e përcjellin sportin, pavarësisht ku jetojnë e veprojnë. Verovatno ono što je za sportistite ono osvojivanje na medal za mediumite je da se dobije odvrven olimpijski šampion kako što je Šaban Tërstena. За нас е навистина ова го доживуваме како обврска и задолжение да продолжиме уште подобро, затоа што го добивме од рацете на идолот на многу генерации, не само во Македонија, регионот, туку и од цел свет. Искрена благодарност до Търстена за целата церемонија и за она што подсетува кои сме и какви треба да бидеме во иднина.
Ish kampioni olimpik premtoi se ky manifestim do të vazhdojë edhe për disa vite, ku do të shpalos edhe emra të tjerë që kanë ndikuar në arkëtimin e medaljes së artë dhe argjendit në lojrat olimpike. Oh, happy day. Përshëndetje teleshikues të nderuar, sot në emisionin Happy Day kemi një mysafire të veçantë, një sportiste që është në kampione e botës në sportin e kickboxit K1. Bëhet fjalë për shqiptaren nga manastiri Luana Shabanin, e cila jeton dhe vepron në Australi. Luana është nën kampione e botës në kategorinë 52 kg në sportin e kickboxit K1. Mirë se erdhe, Luana, në televizionin Klan Maqedoni. Përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, fillimisht, na thoni, kush është Luana Shabani? Okay. I'm Luana Shabani. I'm 15 years old. I'm from Australia. My parents are born in Manastir. I'm a kickboxer. I've had 9 fights. I've won 8. I was recently in Italy to compete in World Championships and I came second. Luana, ju sigurisht jeni edhe nxënëse në shkollë. Çfarë klase jeni dhe ku mësoni? I'm in year 10 and I study at Epping Secondary College. Atëherë na thoni, kur keni filluar me sportin e kickboxit? I started when I was 5 with karate and then I didn't like it. I started with kickboxing and then I fell in love with that and I've been doing it since. Ju jeni nën kampione e botës në sportin e kickboxit. Ku e keni fituar këtë titull dhe me kë keni luftuar në finale? With Serbia. Emrin, si a dish? I don't know her name. I forgot. Jeni antare e reprezentacionit të Australisë, cilët janë sukseset më të mëdha që keni shënuar deri më tani? I've had 8 fights in Australia. I've won 8. I fight out of Fighters Express in Dandenong with Peter Haddon. And yeah. Se ka emrin klubi? Fighters Express. Atëherë, Luana, ju jeni pjesë e reprezentacionit të Australisë. Këtë keni dëshmuar me sukseset që keni arritur në kampione e botës. Por, nëse ju bën ftesë Maqedonia e Veriut apo Shqipëria, për cilën reprezentacion do të kishit garuar? I'll fight for Albania. I'm Albanian. I'll represent my own. Luana, ju me siguri në manastir, por edhe në Australi, sigurisht keni shoqe miq shqiptar. Cile do të ishte mesazhi juaj për moshatarët tuaj shqiptar këtu në Maqedoninë e Veriut dhe në Australi normalisht? I thank them for supporting me and helping me to come where I am today. If it wasn't for them, I wouldn't be where I am. Because friends and family and everyone around me do play a big part in what I do. Atëherë, e keni medaljen që keni fituar në Itali. Po. Kujt do t'ja dhuroni këtë medalje? To you guys. Oh, This is for you. Këtu para kamerave, sigurisht, ha? Atëherë, edhe unë do të shpallem nën kampioni botës. Faleminderit. Ska përse. Miq të Happy Day, ishte kjo sportistja shqiptare në Australi, Luana Shabani, nën kampione e botës në kickbox K1.
happy day.